Pas 11 vitesh, Shqipëria mirëpret sërish kampionatin ballkanik të ping-pongut. Edicioni 33 po zhvillohet në Elbasan nga 24 deri në 28 qershor, duke mbledhur 13 shtete pjesëmarrëse dhe rreth 150 sportistë dhe zyrtar. Shqipëria garon me një ekip më të madh në kampionat, me 22 sportistë. Ky është gjithashtu edicioni i parë në historinë e këtij kompeticioni që zhvillohet me pjesëmarrjen e 13 përfaqësuesve. Aktiviteti është hera dytë që bëhet në Shqipëri një kampionat ballkanik, po këtë radhë është një risi e madhe se vendet ballkanike kanë qenë historikisht 6 vende. Këtu kemi 13 ekipe që kanë ardhur dhe nga Slovenia, dhe nga Moldavia, dhe nga Kipro që s'kanë qenë më parë. Tregon interesin e madh për këtë sport. Ne si Komitet Olimpik kemi bërë të mundur që vitin tjetër në dhjetor do të marri titullin në Parlamentin Evropian, Bashkia e Elbasan si qyteti europian i sportit. Realizimi i këtij kampionatit tregon që sporti ping-pongut në Shqipëri po rritet, edhe numrat janë shumë të mirë. 2 vitet e fundit janë 11% rritja e ping-pongut në Shqipëri. Organizatorët e konsiderojnë rikthimin e kampionatit ballkanik në Shqipëri si një dëshmi të besimit që sporti ballkanik ka ndaj vendit ton, por edhe një mundësi për të promovuar ping-pongun dhe për të rritur nivelin e sportistëve shqiptar. Çdo gjë është perfekte. Jam shumë i lumtur që pas 11 vitesh jemi sërish në Shqipëri. Pjesëmarrja 13 shteteve është rekordi i këtij kampionati. Falenderoj organizatorët në Elbasan për mikpritjen dhe jam i bindur se do të kemi një kampionat të suksesshëm. Garat kanë nisur në Pallatin e Sportit në Elbasan dhe do të vijojnë deri në 28 qershor. Përveç synimit për të shpallur kampionët e rinj të Ballkanit, aktiviteti synon edhe forcimin e bashkëpunimit dhe misisë sportive mes vendeve të rajonit.